kryq që zbulon me errin e mëkatit dhe madhështinë e hirit. Davidi sakrifikoi një të pafajshëm për mëkatin e tij. Kush ishte i pafajshmi? Uriau. Perëndia Ati sakrifikoi birin e tij, krejt pa faj, për mëkatet tona, për gjithë ne të fajshmit. Çfarë kontrasti? Pyetja sot nuk është a ka mëkatar këtu mes nesh. Pyetja është çfarë po bëjmë me mëkatin? Po e fshehim, po e ushqejmë, po e maskojmë, po e justifikojmë, po e relativizojmë, apo jemi duke e sjell tek kryqi? Sepse mëkati premton liri, por të prangos me pranga të rënda. Premton kënaqësi. Pyesni mëkatarët kur janë momentet e plotësimit të dëshirave të tyre. Jena kënaq thon sa zbohet, por sjell në thelb vdekje. Ndaj sot miq, ndoshta fryma e Zotit nuk po bërtet më të madhe. Ndoshta po bërtet, pasi fryma e Zotit është duke parë tek ty një lloj siç pa Natani Davidin. Dhe po thot ti je njëri, jo për të të shkatruar, por për të të shpëtuar, për të të çliruar. Davidi më në fund tha kam mëkatuar përpara Zotit. Dhe nga lotët e tij vjen Psalmi 51. Zoti kërkon njerëz që të vinë tek ai me një zemër të thyer, sepse vetëm zemra e thyer përpara Zotit mundet të rindërtohet nga hiri. Vetëm zemra që thyet përpara Zotit.